Papa Francesku nuk ishte vetëm udhëheqësi shpirtëror i më shumë se 1 miliard katolikëve në botë. Ai ishte një zë i fortë për drejtësinë, një pap që guxoi të flasë për plagët e kohës, pa frikë dhe pa diplomaci të zakonshme. Në një botë të shënjuar nga luftrat, pabarazit dhe urrëtia, ai foli për paqen, për të varfrit, për ata që jetojnë në skajet e shoqërisë. Ai denoncoi një ekonomi që vret, një klimë politike që përjashton dhe një kishë që mbyll dyert për mëkatarët. Qëndrimet e tij shpesh tronditën, jo sepse ishin radikale, por sepse ishin thellësisht njerëzore. Ai foli për emigrantët si mishi i Krishtit, kërkoi mëshirë për ata që janë ndryshe dhe mbrojti dinjitetin e çdo jete njerëzore pa dallim. Francesku nuk kërkoi të ndryshojë dogmat, por të ndryshojë zemrat dhe në këtë përpjekje la pas një trashëgimi që shkon përtej mureve të Vatikanit, një thirrje për të ndërtuar një botë më të dhemshur, më të drejtë, më njerëzore. Dikur një prift jezuit e pyeti Papa Franceskun, duke ju referuar me emrin e tij të lindjes, Jorge Mario Bergoglio, se si do ta përshkruante veten. Ai heshti për pak sekonda dhe më pas ju përgjigj: "Jam një mëkatar." Është përgjigja më e përshtatshme dhe nuk është figurative. Unë jam një mëkatar. Për një figurë që në kulturën katolike është rënjosur si i pagabueshëm, një pranim i tillë ishte padyshim një risi e madhe, një shenjë për ulësie dhe treguesi i llojit të papës që Francesku donte të ishte. Në predikimet e tij u bënte thirrje për gjithë përfshirje dhe kritikonte qeveritë që nuk u kushtonin vëmendje të varfërve në shoqëri. Ai u përcolli mesazhet e qarta klerit se mes tyre nuk kishte vend për karrierist. U kërkoi kardinalëve të mos vishen si princër dhe u shpreh kundër bërjes së teologjisë së kishës nëpër sallonet luksoze ndërsa njerëzit vuajnë urie. Gjatë papatit të tij Francesku ngriti zërin për të drejtat e refugjatëve dhe nuk ja kurseu kritikat vendeve që ja mbyllën derën atyre. Ai denoncoi demonizimin që Donald Trump u bënte emigrantëve me ngjyrë dhe në një moment që vodhi të gjithë vëmendjen, udhëtoi në ishullin e Lampedusës, ku shumë jetë njerëzore ishin humbur. Atje mbajti një mesh në një altar të përbërë nga varka emigrantësh. Ndaloi po ashtu në ishullin grek të Lesbosit dhe mori 10 refugjat në Itali me avionin e tij, duke i kërkuar kishës të ndalë trafikimin njerëzor dhe sklavërinë moderne. Gjatë një udhëtimi në Sicili në 2018, u kërkoi vëllezërve dhe motrave të mafias që të pendohen, duke thënë se ishulli kishte nevojë për burra dhe gra të dashurisë, jo burra dhe gra të nderit, duke përdorur termin që mafiozët përdorin për veten e tyre. Si pap bëri përpjekje të mëdha për të shëruar çarjen 1000 vjeçare me kishën ortodokse, e për herë të parë që prej ndarjes së madhe në 1054 Patriarku i Konstantinopojës mori pjesë në emërimin e një arqipeshkvi të ri në Rom në një takim historik me papën. Papa Francesku bëri bashkë presidentin izraelit Shimon Peres dhe homologun e tij palestinez Mahmud Abbas dhe së bashku u lutën për paqe në vitin 2014. Si spanjisht folës shërbeu si ndërmjetësues kur qeveria amerikane u orientua drejt shkrirjes së marrëdhënieve historike me Kubën. Është e vështirë të imagjinohej një papë europian me një rol kaq të rëndësishëm diplomatik. Francesku gëzonte prestizh të konsiderueshëm në rang botror, si për thirrjet për drejtësi sociale, ashtu edhe për qëndrimet e guximshme politike. Realizoi më shumë se 45 udhëtime ndërkombëtare, përfshirë edhe të parat ndalesa të një pape në Irak, Emiratet e Bashkuara Arabe, Myanmar, Maqedoninë e Veriut, Bahrein dhe Mongoli. Zgjodhi Shqipërinë mes udhëtimeve të para të papatit të tij. Predikimet jashtë vendit grumbullonin gjithmonë me 10 mira pjesëmarrës në një sinjal të mbështetjes që gëzonte mes popujve, madje edhe të besimeve të ndryshme. Francesku e ngriti ndryshimin klimatik në një çështje morale, denoncoi kapitalizmin e papenguar dhe rriti transparencën financiare brenda Vatikanit. Papa loboi për fundin e konflikteve në botë dhe ishte një kritik i zëshëm i luftës në Ukrainë dhe në Gaza. Kjo thirrje i drejtohet kryesisht presidentit rus, të cilin e lus të ndalë edhe për hir të popullit të tij këtë spirale dhune dhe vdekje. Vazhdimisht dënoi shënjestrimin e civilëve në Gaza,
e krijoi lidhje të afërta me palestinezët atje. Buonasera, come stai? Në pamje të publikuara rishtazi nga Vatikani, shfaqet teksa komunikon me video me famullitarët në këtë territor, Avete mangiato oggi? duke i pyetur se si janë e duke i përshëndetur në gjuhën arabe. Vazhdimisht dënoi shënjestrimin e civilëve, veçanërisht në shkolla e spitale, çka e bëri shënjestër të kritikave nga udhëheqësit në Izrael. Francesku e drejtoi kishën drejt kufive të rinj edhe në mënyra të tjera. Shumë e pan atë si papën e parë digjital, ndërsa Jezu Krishti mund të ketë përdorur ilustrimet dhe apostulli pa letrat, Francesku përdori rrjetet sociale për të përhapur ungjillin. Ishte papa i parë që përdori live-in në Facebook dhe i pari që shpërndau një letër për arqipeshkvit përmes llogarisë në Twitter, ku kishte 53 milion ndjekës. Në disa mënyra, Francesku ishte papa perfekt i epokës së rrjeteve sociale. Nuk ishte frikë të sfidonte personat e pushtetshëm dhe institucionet përmes veprimeve të tij, dhe deklaratat e tij shpesh bëheshin virale ose meme. Shpesh lëshonte bomba të vogla progresiste. Në fillim të papatit të tij tha se ateistët mund të shkojnë në parajs nëse bëjnë një jetë të ndershme, e po atë vit erdhi edhe shpreha e famshme që sinjalizoi hapjen ndaj komunitetit homoseksual. Se una persona è gay e cerca il Signore. Nëse dikush është homoseksual dhe ai kërkon Zotin dhe ka vullnet të mirë, kush jam unë për ta gjykuar? Francesku ishte gjithashtu një pap pandemie dhe ndër të parat lider botror që pranoi publikisht dhimbjen dhe ankthin që mbërtheu globin si pasojë e COVID-19. Në një prej momenteve më emblematike të papatit të tij, në mars të 2020-s, ai qëndroi vetëm në sheshin Shëmpjetër, duke ofruar një meditim në ngjellin e mbrëmjes. Miliona njerëz pan predikimin e tij në sheshin gjigant të boshatisur, kur pranoi se errësira po kërcënonte botën dhe se të gjithë ishim në të njëjtën varg. E gjetëm veten të friksuar dhe të humbur, si dishepujt në Ungjill, u kapëm të papërgatitur nga një stuhi e papritur turbulluese.